Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sot me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të diskutuar dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit, temat më të fundit, debatet më të fundit që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Sonde është Prajmi dhe normal të gjithë ne dhe të gjithë ju dëshirojmë të dimë se çfarë do të ndodhë në këtë Prime. Ka qenë një Prime shumë dinamik, ka qenë një Prime shumë eksploziv, do ta quaj. Debatet kanë qenë të shumta, zënkat kanë qenë të shumta, deri në ofendime në fakt të atyre personale, duke i thënë njëri tjetrit edhe më ngrënç ato gjëra që në fakt janë të turpshme për t'i përmendur. Do të nisim që nga diskutimi në fakt që ka ndodhur me Senon edhe me Kristit. Unë mendoj që natyra e Senos, gjuha e Senos, tipi i Senos, është i pa përballueshëm për Big Brother, do të thënë është i pa kontestueshëm për Big Brother. Nuk është e lehtë që një natyrë si Seno ta përballosh në shtëpinë e Big Brotherit, pasi që është tip që plasen me një herë. Është njeri që do të thënë debatin nuk e çon si debat, por e nxjerrën direkte në gjuajtje, e nxjerrën direkte në goditje, le ta quajmë goditje personale, nuk do të them, po goditje e kthen në goditje personale me banorët e tjerë. Do të thënë është një banor i paparashikueshëm. Debatin që e pati me Kristin, një debat shumë i zjarrt, një debat shumë eksploziv, e bëri që Senoja, do të thënë, të del nga vetja dhe ta gjuan me trup Kristin. Kristi është një banor interesant, do të thënë përdorën një mekanizëm shumë interesante për të, le të themi, për të acaruar apo për të nxjerr nga vetja banorët e asaj shtëpie, dhe realisht këtë gjë e bën më së miri. Por nuk e di Seno se sa do t'jeti i gatshëm ta përballoj këtë lojën. Unë në fakt e kam patur frikën tek Ilir Vrenozi, duke njohur dhe natyrën e tij, duke njohur tipin e tij, duke njohur personalitetin e Ilirit, që është një njeri i cili në fakt plasen me një herë, që del nga vetja me një herë, që acarohet me një herë, do të thënë nuk ka një lloj qëndrimi, por këtë frikën në fakt tani ma jep Seno, sepse Seno nuk arrihet dot ta kontrollon veten. Ose kjo gjë ndodh nga që Seno ka një vetbesim të madh që është një banor i suksesshëm dhe është një banor që meriton të ketë gradat më të larta, meriton të ketë vëmendjen më të madhe të publikut, meriton të ketë atë mbretin e asaj shtëpie, kështu le ta quajmë, ose është natyrë që do të thënë nuk falën fare dhe nuk dëshiron në asnjë mënyrë që banorët e tjerë, do të thënë, të jenë një hap përpara Senos. Ky ishte debati i parë, një debat që në fakt agravoi me acare, agravoi me urrëtie, agravoi me inate. Më pas debati i dytë, në qoftë se mund ta quaja si debat, por është një lloj ofendimi, erdhi nga ana e Mirit kundër drejt Lore. Ju e dini që në ditët e para Miri dhe Lore nuk është se kanë patur një afrimitet, nuk është se kanë patur një qasje të mirë ndaj njëri tjetrit, përkundrazi, do të thënë, kanë qenë shumë të ftohtë edhe shumë të ashpër në raport me njëri tjetrin. Arsye vjen kjo sepse, do të thënë, kemi arritur të kuptojmë që Miri dhe Lore njihen që nga jashtë shtëpisë së Big Brotherit, do të thënë kanë patur një njohje që nga jashtë. Por kjo gjë nuk është se e ka penalizuar Lore, përpos që Lore, do të thënë, ka nxjerr atë natyrën e saj të vërtet, ka treguar xhelozin, ka treguar inatin kundër drejt Selinës, etj, do të thënë, si dy goca që mund të kenë xhelozi me njëra tjetrën, nuk është se kjo gjë e ka penalizuar Loren në lojë. Mbrëm teksa banorët ishin duke luajtur në shtëpi, do të thënë ishin duke u argëtuar, ishin duke u kënaqur, ishin duke shijuar momentin e tyre, në dhomën e gjumit Lore nuk ishte dakord që të shkonte pranë Mirit, më falni, sepse dëshironte që të luan lojën e saj. Dhe në atë moment, do të thënë, Miri u acarua, u revoltua jashtëzakonisht shumë, edhe i tha Lores që okay, mos hajde, por mos na ha, mos e themi fjalën, dhe është fjalë e pa tolerueshme që të përmendet. Gjë që në fakt e bëri Loren dhe banorët e tjera që të flasin, duke i thënë Mirit ç'a the,
the? Do të thënë unë ndjen të ofenduara nga mënyra se si Miri ju gjuajt Lores. Tani, unë mund të them që jemi në atë pikën, në atë fazën të Big Brotherit që banorët tashmë kanë filluar që të luftojnë për të qenë lider i grupeve. Sepse fillimisht njerëzit duhet të ndajnë grupet në shtëpi, do të thënë duhet krijohet ky lider i madh. Dhe këto po luftojnë për të qenë lider, për të ndërtuar grupet. Tani se si do ndahen këto grupe me këto banor, me sa unë e shoh, do të thënë është shumë e vështirë nga që janë shumë banor kokfort, nga që janë shumë banor inatshor, secili do të thënë dëshiron të jetë lider në vete, secili dëshiron ta ketë lojën në vete dhe është shumë e vështirë për t'i ndarë grupet. Por gjithsesi do të thënë banorët të cilët janë pjesë e këtij kasti, mua më duken banor që vërtet do të bëjnë namin. Sonte në fakt pritet një zarf i zi për në këtë rast për Senon. Nuk e dim në qoftë se zarfi i zi do të mbërrijë në shtëpinë e Big Brotherit apo nuk do të mbërrijë në shtëpinë e Big Brotherit, duke e njohur formën e formatit se si funksionon, do të thënë zarfi i zi ka mbritur menjëherë në shtëpi, por siç duket do të thënë tani nuk është se vllau i madh e ka vlerësuar që në këtë pikë të lojës, në këtë situatë, do të thënë duhet të mbërrijë një zarf i zi. Nuk e ka vlerësuar vllau i madh të tillë dhe normalisht që nuk e ka dhënë zarfin e zi. Por unë mendoj që Seno duhet të ketë pak më shumë vetë kontroll në lojë sepse nuk ka vetë kontroll. Për shembull, debate më të mëdha brenda kësaj shtëpie krijon vetëm Kristi që tashmë është banor më interesant. Edhe Brikena dhe Stenal, do të thënë kanë patur ato përplasjet realisht të tyre, përplasje që në fakt kanë ardhur që në momentet kur Brikena dëshironte që t'i ndihmon Stenaldos. Do të thënë sonte do të jetë një natë me shumë emocione, sonte do të jetë një natë pozitive, përpos që do të diskutohen edhe dinamikat e mëdha. Dhe çfarë është më interesantja, sonte do të zbulohen edhe ambientet e shtëpisë së re. Unë ambiente do t'ju sjell në një video tjetër, por gjithsesi do të thënë sonte do të ketë përpos spektaklit gjigant, përpos sekreteve të mëdha, përpos këtyre dhuratave të bukura që jep vëllau i madh në për edicionet e Big Brother, normalisht që do të ketë edhe diskutim të dinamikave, diskutim të ngjarjes, diskutim edhe të lojës së Big Brother VIP Albania 5. Do të thënë banorët, unë do të them zyrtarisht, janë aktivizuar të gjithë, janë të gjithë në qendër të vëmendjes, të gjithë po diskutojnë, të gjithë po krijojnë dinamika, të gjithë po krijojnë ngjarje, të gjithë po krijojnë luftë, por do të shohim në fakt se si do të qasen, se si do ta përballojnë dhe si do të jenë këta banor në sy të publikut. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju lojën deri më tani dhe çfarë në fakt ju jep kjo lojë më së shumti. Ju lutem shkruani në koment atë që ju mendoni.